Fundi i verës është shoqëruar me një rritje të numrit personave të cilët janë prekur nga viroza e testinës. Në urgjencën e Spitalit e Elbasanit arrin deri në 200 paraqitje ditore të pacientëve të cilët shfaqin probleme me shëndetin. Sipas mjekëve të urgjencës, rikthimi në shkolla u shoqërua edhe me një rritje të përhapjes së virozave. Normalisht është një periudhë kohe tashme që është kohë virozash, por realisht kemi rritje të virozave, arsyet ne i dim tashme që janë në fillimi i shkollave, kopshteve të cilët fëmijët me njëri tjetrin janë grumbuj, pra të cilët mund të kemi një përhapje, pra përhapja është më e tepër se në kohë të tjera. Dhe normalisht janë shenjat e përhershme të cilët kemi temperaturë, koll, ndoshta edhe heteroviroza që shfaqen me diarre të vjella, etc. Po gjithashtu, numri është në rritje, se ne e thamë që arsyet, dhe mund të kemi mbi 200 raste të cilët 24 orë, po normalisht për urgjencën e një qarku është një fluks i madh. Veç rasteve me viroza testinës, mjekët kanë hasur edhe një rritje të numrit personave që preken nga COVID-19, por që situata nuk paraqitet problematike. Por, realisht, ne bëjmë testime në urgjencë dhe në qendra shëndetësore, ato i kanë marrë ato këshillat nga drejtuesit e tyre për të bërë dhe testimet e Covid. Por normalisht ka edhe raste të cilët dalin me Covid. Për shembull, dhe ne ato i marrim masat paraprake të cilat ne tashmë jemi më të përgatitur për sa i përket masave si merren në rastet kur kemi një rast Covid. Sipas specialistëve të shëndetësisë, mënyra më e mirë për të mbrojtur nga gripi apo ftohjet e ndryshme është vaksinimi, që rekomandohet sidomos për personat të cilët vuajnë nga sëmundjet kronike.